Më në fund, Shqipëria po përgatitet për një kuadër të plot ligjor për emetimin dhe tregtimin e kriptomonedave. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka hedhur për konsultim publik projektligjin që synon rregullimin e tregut dhe përcaktimin e mënyrës se si do të funksionojë përdorimi i tij. Qëllimi i projektligjit për tregjet e kriptoaseteve është vendosja e një kuadri gjithëpërfshirës ligjor për ushtrimin e veprimtarive të emetimit të kriptoaseteve dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me to, si dhe përafrimi i plot me AKUIS si Bashkimi Evropian në fushën e financave digjitale, duke përmbushur kështu detyrimet e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në praktik, individët dhe bizneset, kryesisht institucionet financiare që do të jenë të interesuara për të marrë licencën, do të mund të ofrojnë shërbime tregtimi kriptomonedhash shqiptarëve. Këta të fundit do të kenë mundësi të tërheqin shumat e tyre në këto institucione kundrejt një komisioni të caktuar. Nëse unë kam një wallet që kam investuar ose kam hapur tani një llogari bankare ose një wallet, kam bler 10.000 euro Bitcoin dhe pas një viti dua që ti deklaroj, ajo do të shikohet nëse këto janë bler apo janë transferuar. Pra, nuk mund thjesht të dal tani që kam 100.000 euro ose 1 milion euro në portofol, pasi ato janë të gjyrmueshme dhe do të shikohet. Pra, do të bëhet njësoj si në Amerikë. Dhe në Amerikë zakonisht përdor një platformë amerikane dhe ato kontrollojnë në këtë formë që ti të llogaritë në para që hedh, pra walleti do të jetë i ri, kontrollojnë nëse ato para i hodha unë sot, edhe pas një viti mora X fitim dhe jo në formën që do mund transferohet. Kosova nga ana tjetër prej vitesh ka një kuadër ligjor për mënyrën se si funksionojnë kriptomonedhat, të cilat përdorin gjithnjë më shumë si instrument pagesash në vendin fqinj, gjë që pritet të ndodhë edhe në Shqipëri. Po, në Kosovë mund blesh apartament me kripto, mund blesh makinë me kripto, si tash edhe pak më parë mund ta tregosh si aset, mund ta kripton dhe deklarosh në bankë të lartë si kolaterale apo diçka tjetër. Që është diçka normale, si të jetë euro, si të jetë dollar, ashtu njëjtë edhe kripto apo vlerësore. Projektligji synon gjithashtu që përmes monitorimit të parandalojë pastrimin e parave përmes kriptomonedhave, një fenomen që vitet e fundit ka prekur edhe Shqipërinë.